duke bërë edhe arnime, po themi edhe arnime që kanë bëjmë me përmbushjen e kërkesave të protestuesve për sa i përket respektimit standardet për mjedisin, ato që kanë bëjmë me kapitullin 27 Bashkimit Evropian, që flet pikërisht për zonat e mbrojtura për mjedisin, rujtjen e ekosistemit, dhe si tillë qeverisja ka një strategji, po themi edhe amortizimit të protesta përmes reflektimit të saj, duke i konsideruar këto, apo duke i minimizuar dënsinë e ndërtimit në këtë zona dhe kërkon të ruajë edhe po themi imazhin e saj përballë kësaj situate. Është e dyanshme, është një reflektim i qeverisë përballë kërkesave të protestuesve, reflektimi i tyre duke u bazuar në edhe ato parimet dhe standardet e Bashkimit Evropian që janë edhe kushtet e kriterit të antarësimit pikërisht me kapitullin e mjedisit, po sikunde e tjera me llogaridhënien, me respektimin e transparencës, shumë parime tjera, por nga ana tjetër e përdor edhe si instrument apo si mesazh dhe presioni, duke pas parasysh që këto janë investime kapitale të cilet gjenerojnë të ardha, gjenerojnë rritje ekonomike të madhe në Shqipëri, një pulsimi, por si kundër është edhe diçka një investim geopolitik në sensin e kush është pas këtij dhe si i tillë përmes saj synon edhe çfarë të zbej apo të amortizoj edhe presionin që mund t'i vijë nga faktori ndërkombëtar në rastin konkret nga Bashkimi Evropian në përballje me SBA-n. E Zolezi, nga ana tjetër, nëse as qeveria nuk do të tërhiqet nga planet e saj dhe as qytetarët nuk do të largohen nga sheshi, cili është skenari më realist pra për të dalë nga ky ngujim politik po i shuaj? Mendoni se shihni një zgjedhje pra një qeveri teknike, zgjedhje të parakohshme, apo nga ana tjetër mund të kemi një marrëveshje në Prapasken? Mund të jenë të tre skenarët, ndërruar varësisht edhe nga fakti çfarë roli luajnë edhe ndërkombëtar përballë kësaj situate, mund të jetë edhe një kompromis, po vetë fakti që qeverisja thotë nuk bëjnë dorëheqje në kuptimin e kërkesave që kanë artikuluar protestuesit të Rama-ik në kuptimin e dorëheqjes e tij. Kjo mund ta detyrojë çfarë që të përmbush disa kërkesa të tyre, qoftë për sa i përket investimeve strategjike, paketës maleve, po si kundër dhe garantimit të gjithçkaje që kanë bëjë me transparencën, llogaridhënien dhe shumë të tjera. Nuk është thjesht vetëm një situatë aty, tashmë është një protestë politike përtej episodeve fillestare të saj, sepse qytetarët janë ngritur, janë bashkuar një zëri për gjithë problematikët dhe shqetësimet që ato kanë dhe janë akumuluar për gjatë 35 vite dhe është sintetizuar në një logo kundër establishmentit politik. Dhe si e tillë skenarët lidhur me këtë protestë është varësisht nga fakti se sa ajo do të jetë konsistente në kuptimin e vazhdimit të protestës, në mënyrë që mos përçohet rritjen e dozës presionit, pa shoqëruar kjo edhe me një presion edhe ndërkombëtar. Dhe këtu skenarët janë nga më të ndryshme. Një qeveri teknike do ishte më e mirë që lidhet pikërisht edhe me përmbushjen e kërkesave të protestuesve, formula cilës janë disa, po në rastin konkret protestuesit duhet të kenë informacion politik, po është shumë e vështirë që ato ta kenë si të tillë duke pas parasysh që në backgroundin dhe pjesëmarrësve është një konglomerat të tyre, kuptimin e origjinës, prejardhës, përkatësisë, backgroundeve, të majtë djathtë të zhgënjur, po sikunde edhe unotranë të cilët janë bërë bashkë të në një situatë si e tillë kundër establishmentit politik. Kjo ka qenë qasja dhe ato kërkojnë përfaqësimin e tyre përmes edhe një ndryshime kushtetuese, përmes ndryshimit të ligjit të kodit zgjedhor apo edhe një qeverie teknike e cila do të kujdestare të cilët do të marrë përsipër edhe këtë fazën tranzitore deri në zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa që një skenar tjetër është që opozit merren vesh dhe të përmbushin kërkesat e protestuesve në kuptimin e këtyre ndryshimeve ligjore, por sekondër ato që kanë bënë me kodin zgjedhor. Dhe po kjo do të shihesh si kompromituese në vështrimin e protestuesve, sepse ato kanë adresuar përgjegjësi për gjithë establishmentin, pavarësisht se fakti që më së shumti këtu goditet opozita dënë përmes asaj që ata që kanë kërkuar Rama-ik dorëheqje e qeverisë e kështu me radhë.
Kjo është një skenar tjetër, dhe skenari më pesimist që të vihet sfumohet dhe kjo të jetë një histori e harruar si gjithë historitë e protestave, dhe madje do të ishte më e padëshueshme në kuptimin e aspiratave të qytetarëve dhe të popullit shqiptar, të cilët në këto 35 vite të tranzicionit kanë akumuluar gjithë pakënaqësitë politike në dy anët e saj, dhe si tillë kjo do të ishte një humbje për Shqipërinë dhe për të gjithë ato të cilët shpresojnë për një vend të mirë, begat, dhe kjo ishte një moment të cilët e rrallë do përsëritet, por gjithatë do të kujtohet gjithmonë për mirë dhe për forcën e karakterit që kanë shqiptarët për të ringritë, sepse për hir të vërtetës ka qenë një situatë apatie, dhe kjo protestë në dallim me gjithë protestat ka bërë historinë e vet, në sensin e asaj që ishte një protestë që u thirr nga qytetarët, jo nga forcat politike, as pozitë opozit, pavarësisht që mbështetet edhe nga opozita me të drejtë, sepse kazat e qytetarëve janë kazat e saj, të cilët i ka artikuluar më së miri për gjatë 13 viteve të opozitës saj, dhe në një farë mënyrë është rreshtuar në mbështetje dhe për krah, por që edhe ajo ka qenë parazlarguar në kuptimin e mos përfitimit si kapital politik, por që e ka mbështet për arsyet të cilët opozita bën opozitën, pikërisht për këto kaza. Zoti Lezi, për ta mbyllur ndërkaq shkurtimisht, pavarësisht se si do të mbyllet tashmë kjo histori, pra çfarë po ndryshon në shoqërinë shqiptare, apo dëshmojmë lindjen e një epoke të re të protestave që organizohen tashmë nga vetë qytetarët dhe që nuk kontrollohen dot më plotësisht nga të gjitha zyrat e partive politike? Po, është e vërtet kjo, do të thotë që ajo që po ndryshon është fakti që ju e thatë, është një pyetje retorike, kjo e ka edhe përgjigjen brenda, do të thotë që këtë radhë qytetarët në ato që i kanë thirrur, nuk në dallim me gjithë historinë e protestat, cilët e kanë thirrur partitë politike kryesisht, për sikundë ka një të veçantë që protestat po bëhen pjesë e qytetarisë, ADN-s së shoqërisë tonë, ku e cilët ato përballë një padrejtësie, përballë çështjeve të caktuara, ato i bëjnë kaza kombëtare. Kemi parasysh qoftë kjo Zvërnecit, ajo që ndodhi në Vlorë, po ashtu në Rion, po gjithandej protestat kanë qenë protesta të qytetarëve të cilët e kanë fituar besimin dhe mbështetjen morale. Dhe kjo është një fitore e madhe, të cilët është atributi i këtyre protestave. Por nga ana tjetër kemi parasysh që kjo ndikon çfarë? Kjo ka një farë mënyrë ka ardhur si rrëdhoi kujtë, edhe ndërgjegjësimit të protestuesve shoqërisë shqiptare, po edhe efekti që ka luajtur teknologjia apo gjithë infrastruktura sociale, aty që rrjetet sociale, të cilët kanë ndikuar në mobilizimin e njerëzve, të cilët i kanë bërë bashkë përkundër padrejtësive, përkundër asbeshive, dhe nga ana tjetër edhe